Sa herë kona për mi u pa aeroplanin ose e ka arru pasaportën. Më ka ndodhë, s'm ka ndodhë. Never have I ever ti veç më përgjigjesh me të ka ndodhë ose nuk të ka ndodhë. Ka humb avione. S'm ka ndodhë. S'ka ndodhë. A shkon 3 orë ma herët me nxorën. Jo, valla, nuk shkoj 3 orë, po s'm ka rrok kur me aeroplan. Gjithë ma të fos ku multu. Sa tu të shaj? Vërtet na. Më ka humb valizja. Ose a ke harru na e harme? Po, e kom harru. E ke harru. Hajtë tregona që ka ndodhë. Jem konë në të bos, edhe tash të gota, vëdin. Ku je konë të shku? Jem konë të shku në Sloveni të doja. Edhe kur jem shku atë që s'përguti në dole, ku marru valizën, kom pjavet që unë të në krojta, kom marru. E mandej që shë gjejta. Jem shku të agencion edhe kom marru. Kom fjetë në aeroport. Jo, s'u ka ndodhë kur. Kom u tu vetëm. Po, kom marru. A të pëlqen me u tu vetë? Rruga me e gjatë që e ke marrë që ke u tu vetë. Sa ke u tu me gjatë? Mas gjote, kom u tu për Macedoni. Shto, Okej. jo, Po të pëlqen ka me u tu vetë. E ku marru pasaportën. ja, s'm ka ndodhë. Ka ndodhë S'm ka ndodhë kur. Okej. Ko ke kështulltar me eksperiencë, me këshur dhe i këfelt. S'pa t'ka ndodhë kështu, s'ko ke baksos. Po na duhet të gjithë për fare. I ke fitu 20 euro edhe 20 giga internet prej supersimit për udhtimin tënd të radhës, kështu që i gëzon. Faleminderit shumë. Komentoje me gjithë reagimin tënd nëse e kishe u pa aeroplanin.